Po shikoj dje, mua më mrekullojnë këto gjëra, më mrekullojnë. Kur shkenca fillon të ndryshoj planetin rreth nesh. Në fakt, jo ta ndryshoj për keq, por përkundrazi ta ndryshoj për mirë, në një farë mënyre të shërbejë si një makinë e kohës. Sepse shikoni këtë ujkun e bardhë që shfaqet në ekran. Është një, në anglisht quhet dire wolf, dhe është një ujk i cili është zhdukur 10.000 vjet më parë. Të fundit që shkelën mbi planetin Tokë, e shkelën atë 10.000 vjet më parë dhe pastaj u zhdukën. Ishin nga këto kafshët e zhdukura, por Colossal Bioscience, që është firma që merret me ADN-n, ka zbuluar janë zbuluar shumë skelete të këtyre të mbetura, ka nxjerr ADN-n e këtyre ujqërve, pastaj ka manipuluar ADN-n e ujkut të murm që t'i ngjaj të jetë njësoj si ky, pastaj ka përdorur qen shtëpiak si nëna surrogato me këtë ADN dhe në vjeshtën e kaluar 3, po ti shikoni këtu janë shumë të bukur, 3 këlysh të ujkut të bardh u lindën dhe për herë të parë këtë javë Colossal Bioscience i prezantoi këta ujq të mrekullueshëm me botën. Këta ishin banor të planetit ton përpara se gjyshrit e stërgjyshit e katragjyshit 10.000 vjet pas të ishin antje. Dhe pastaj u zhdukën si pasojë e njërës apo tjetrës gjë. Dhe janë tani në kopertinën e revistës Time. Dhe nuk janë më specie në zhdukje, pra e kanë hequr atë extinct. Nuk janë më specie në zhdukje. Kjo ishte kopertina e fundit e revistës Time. E ju e dini që kopertina e revistës Time u jepet me prestigj njerëzve që bëjnë gjëra të mëdha, apo që kanë edhe në mos qofshin të mirë, por që janë të rëndësishëm në momentin që po jetojmë. Si Trump për shembull. Si Trumpi që e ka marrë Hitleri dikur. A mund të thotë kjo që mund të kthejnë të dinosaurët? No. Teknikisht po, është e njëjta gjë, shkenca nuk ndryshon as pak. Këta kanë skelet. Është e njëjta kompani që po merret me që kishte bërë ata mint leshator që po merret me mamuthin leshator, se duan të sillin mamutin leshator, por edhe ky ujk nuk është më pak se aq. Do të mamuthin Peaches nga epoka kullajeve. Po, bashkë me Sindin. Edhe atë Thidin. Të gjithë kanë një datë. Kështu që bravo shkenca, bravo Colossal Bioscience. Ja, kështu duam. Kështu gjërash, gjërat bukura. Ujk i bardh i mrekullueshëm atje. Jo luftra, jo ta dëmtojmë tonë. Jo, vetëm ujq. Të rikthejmë specit. Duam ujq, nuk duam luftra. Janë pjesë e ekosistemet, bëjmë punën e tyre. Patjetër. Dhe ne jemi gati për të luajtur lojën tonë të paftuarit. Alo. Kush jeni ju lutni? Çe do të I paftuari. E paftuara. No wake up. Alright, okay, mirë, shikojmë se çfarë kemi për sot dhe sot kemi lumenj. Wow. Lum për ne, lum për ju, ka lumenj. Kjo është për fituar një kupon prej 5.000 lekësh të reja nga Alba Game. Me aplikacionin e tyre të fundit mund të shikoni se çfarë kanë për të ofruar në telefonin tuaj, ose shkoni në një pikë këtu në Tiranë, 5.000 lekë do t'ju japim tani në formën e këtij kuponi nëse jeni fitues. Ne shkarkoni aplikacionin në telefon edhe. Shkarkojeni. Ose shkoni te dyqani. Jeni të tërë aty. Ja, shikojmë goza. Dalloni një lum i cili është ndryshe nga të tjerët. Mississippi. Mississippi River. Volga. Okay. Danubi. Okay. Dhe Reni. Ka po më ka? Nili, s'është Nili. S'është Nili. Atëherë kemi këta 4 lumenj, njëri prej tyre ka diçka që dallon nga të tjerët. Mississippi. Mississippi. Volga. Danubi. Dhe Reni. Po jam rokje pajsa Mississippi. S'është Mr. Sisipi sepse është gocë. Mr. Sisipi. Dërgoni mesazhet tuaja tani në këtë moment në numrin tonë, shikojmë Mississippi, po Mississippi. Hey Mississippi. Ja. Mississippi Massachusetts. Nga kalon Mississippi këtu? Kalon shtete të tjera, Mississippi njëri prej tyre për shembull. Po Mississippi po. Illinois e këto gjërat. Illinois, më thoj pak si American, like we don't get it in the other. Kemi përzgjedhur një numër, kam përshtypjen dhe telefonojmë në këto momente për të parë se çfarë do të na thot. Kjo Volga. Mi Volga. E kisha mirë. Shlum në Durrës. E di. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u gdhive? Mirë, këtëm dhe.
Po sikur që nge të Minerva, po jo. Jo. Po na qesh pak pra, se është mëngjes, gëzojmë të tërë. Na jep pak zërin tënd të gëzuar, si është zëri yt i gëzuar kur thua mirëmëngjes? A jep mua zërin tënd të lutem. Okej. Shumë mirë. E dashur duhet të them telefonuese. Midis Mississippit, Volgës. Kë kemi tjetër? Danubit dhe Renit. Ti ke shkruar Mississippi. Po pse? Sepse kalon nëpër Amerikë, ndërsa të tjerët përshkruajnë në Europë. Jo keq. Ësakt. Pra zonja Isipi kalon në Zonja Amerikë. Mississippi po është i vetmi lum i Amerikës Veriore, të tre të tjerët janë lumenj që përshkojnë, siç thotë telefonuesja, kontinentin evropian. Pra Reni, Danubi dhe Volga, gjithashtu. Kështu që kjo është përgjigjja e saktë. Po ti kush je? E paftuar. Eca ty. Atëre, dashur e paftuar. Mirë se erdhe, e paftuar. Tani, ti ke fituar 5.000 lekë të reja në formën e kuponit nga Alba Game dhe ne duam të t'japim edhe 2 bileta për shfaqjen e Aurelës të enjten në orën 21 tek Escape Club këtu në Tiranë. AG Show, si quhet, Aurela Gacha Show. Është e hapur për ju, për një çift, pra ti dhe dikush tjetër mund të shkoni atje. Gjithë tjerët mund t'i blejnë biletat ose te topdischannel.tv ose ti marrin Kashar ose te Arena Center, por ti ke fituar. Kaq. Të pyesim për emrin e vërtet? Emri i vërtet është Shpresa. Ta gëzoj Shpresa, shumë faleminderit. Shpresa je në Tiranë, je diku tjetër? Unë jam në Lushnjë. Je në Lushnjë. Shpresa është në Lushnjë. Lushnjë. Do një byrek nga Lushnja tani. Qesh po NJ ka me vërtet. Ka vërtet. Mos u tall. Unë jam lupse. Kur të vish për kuponin, në një qese të vogël, po e duam të jetë nga Lushnja, mos e blej këtu poshtë, se këtu kemi vend. Okej. Dhe ne do t'japim pastaj një gjë tjetër, ku diun, një ushqim tjetër ose. Ore, me kë krenohet Lushnja? Ka shumë që krenohet. Që janë lushnjarë, domethënë. Margarita Xhepa kishte lindur në Lushnjë. Po. Margarita Po edhe Ronaldo Shark. Edhe dikush tjetër. Kush tjetër te? Vacezela. Domethënë, shiko çfarë artiste, çfarë kalibri. Mbaroj. Ka Lushnjë. Ka ishte Vacezela, Margarita Xhepa. Ti ke thënë gjitha. S'flas më, mic drop. Shumë faleminderit, gjithë mirat. Ditë të mbar. Ciao. Okej, mirja. Çon njerëz të mëngjes fitojnë 5.000 lekë direkt. Shkon edhe në festë. Pa dalë nga shtëpia. Çfarë do më nga jeta? Asnjë gjë.